kemi se si të flasim për ditën e verës dhe mos jetë ai në studio, aq më tepër që e premtoj vetë që do vinte i vetë ftuar. Te Dicovja. Gëzuar ditën e verës. Gëzuar gjithashtu, gëzuar. Tedi, dita verës, qopi. Jo, ta vem Tedi MCN-s. Tedi çope MCN të bë. Mu po si shtëpisë kënaqësi që kënaqësi është për ne. Tani do bëjmë muhabet, pra, do bëjmë bisedën si një Elbasanli për na treguar ca gjëra të lezetshme. Po, fatkeqësisht nuk kam pas mundësi as të gatuaj sepse kam qenë goxha i angazhuar dhe nuk kam ngarkuar sa ke qenë. Po. Nuk kam qenë as në Shqipëri, kështu që kam qenë pak jashtë dhe nuk kam pas mundësi të sjellja çfarë pretendoj. Fatikisht patëm dhe i debat me Rominën se sa pse si more ca kështu tha që ti merr nga të tjerët. Jo, unë thash të gjë, thash pse s'ke gatuar. O zot, çam ka gjetë. O hap ringu. Hajde filloni. Do pa boksi. Unë nuk mund të sjell gjëra që si kam gatuar vetë. Po ti. Kjo është dita që ti gatuan. Tash jemi në miqësi, s'ka lidhje. Janë këto dy ditë që ti gatuan shumë? Me familjen, vetëm? Fat, tash gatuaj me punët që kam dhe angazhime. Them që të bësh për në shtëpi, pra. Në shtëpi, po, domethënë në shtëpi, po, gatuaj, nuk e di nëse këtë pjesë sot nuk kam pas mundësi që të gatuaj sepse kam qenë i angazhuar në punë. Jam dhe këtu tek ju dhe po sigurisht. Dita vazhdon më pas. Dita vazhdon më pas me sot është e kohë që të fillojë të gatimet, pra, ose ju i përgatisni dhe shkoni në përpara. Përgatiten përpara sepse nuk është e pamundur të i përgatites në çast, sidomos pastaj është mbretëresha e ditës verës si ballakume dhe nuk mund ta përgatisim sot. Që ne kemi edhe në studio. Jo keni, unë shoh që pas kemi marrë hisën. Elbasani pra. Kemi marrë hisën, e vërtetë. Marrë hisën tuaj. Ashtu si do tradita. Si që do tradita. Po me palafiku, me vezime. Okej. Edhe me ato karamelet, që edhe balkon. Që ka fantastike, në nxjerr pak edhe atë nostalgjin tonë, kjo hisja kur na merreshim përpara. Po, deri në çfarë moshe ke vazhduar të çosh këto hisë? Unë vazhdoj edhe sot. Edhe sot? Unë vazhdoj edhe sot. Vazhdon deri pjesë sot. Kjo vallaj dhe unë vazhdoj. Po pse ku e çon për shembull? Po ke familjarët kryesisht, ke familjarët më të afërt, edhe ajo pikërisht është prandaj quhet festa e familjes, sepse për ne viti i ri ky është. Edhe ndaj dhe urojmë dhe gëzojmë në çdo moment. Çfarë përmban? Do të thënë çfarë përmban sporta hisja e një shefi kuzhine, ndryshe nga një qytetar i thjeshtë? Jo, shikoj, nuk e kam ndarë asnjëherë, s'e kam menduar asnjëherë këtë pjesë. Do të thënë u çon ballkume të bëra vetë apo nga këto të blera? Ja. Po jo më e nisim nga që je shef more. Po si mund ta bëj unë një ballakume? Është vetvrasje. Ballakume dhe t'ja çoj për hise. Nuk më bëjnë durë ta bëj të pjesë sepse normalisht kënaqësia është o e kam bërë unë, o e kam bërë familjari afër. Ruan traditën pra, çfarë ka një hise që ti ose familja jote përgatis? Hisën ka pjesën ballakume. Po ju harroni një gjë tjetër që Elbasani e ka dhe shumë qytete tjera nuk e bëjnë, është Revania. Që kemi diskutuar dhe është pjesë e Revanisë që njihen vetëm në Elbasan, nuk njihet në zonat e tjera të Shqipërisë, është Revania që bëhet po me miell. Në Mjesrit ka një teknikë tjetër gatimi, më delikate se ballakume. Çka ka ajo një sekret pra, se edhe në këngë është Revania sekreti. Çka ka një sekret që nuk ndahet? Ju shefat nuk e ndani, anvisat jo? Po sekreti. Do shumë kohë, do ato vezët një nga një, si apo është dashuria sekreti? Tash ballakumja përmban pothuajse janë të njëjtat teknika. Ndryshimi që është me Revanin është se Revania ka më shumë ujë fini që i themi ne, ujë që bëhet nga ai hiri që ju që zihet me ujin edhe kullohet. Kullohet dhe pjesa e ujit ishet më vete, pra. Pjesa e ujit ishet më vete dhe Revania përmban më shumë ujë. Okej. Dhe mielli duhet të jetë shumë i kujdesshëm ke hedhja miellit sepse duhet të jetë shumë më precize se sa. Miell misri. E bëni këtë pra të përzier, pra. Shumë pak miell grur, ja. Shumë pak. Edhe ballakumi don 1 kg miell misri, maksimumi mund të dojë një 100 gram mund të quajë. Sasia e vezëve? Sasia e vezëve duhet jenë fshati. Për 1 kg miell është
është 8 kokra vezë, në varësi të vezës, do në 8 deri në 10 kokra vezë, po kryesisht është 8 kokra vezë. Dhe a gatuhet revania në kushte që duhet jetë ngrohtë, nuk duhet jetë shumë ftohtë, për edhe për shkrirjen, për shkriftimin, si thuhet në żargon, për gjithë edhe sheqerit, gjalpit. Edhe bollokumja dhe revania duhet të jenë në një temperaturë ambienti. Nuk mund të bëhen kursesi në ambiente të ftohta, se nuk arrit do të lidhet gjalpi. Po pra. Se kjo është një nga sekretet që bëjnë anvisat shtëpi, mamat tona, gjyshet që kam qenë përpara. E mbajnë gjithmonë shtëpinë ngrohtë, dhe mos themi pastaj që ku e mbajnë edhe enën e bakrit. E kemi diskutuar shpesh dhe pastaj na fillojnë edhe nga... Por është fakt. Qëndron më mirë. Qëndron më mirë, thua? Kështu thonë. Po është fakt. Pse për mua që se mbaj më për shembull, ku qëndron? A se diti, po është pjesë e traditës, pra duhet të them. Është pjesë e traditës që mbahet në mes të mbahet në prerë. Ta themi kështu mbahet në mes të këmbëve. Mbahet mes këmbëve. Është tamam. Nuk ta shbëjmë dot traditën. Shbëjmë dot, po thjesht na duket keq. Duket keq. Po si e mbajnë në mes këmbëve. Është reale sepse është tradita kësaj. Po, ja se jam me fundu, po. Po. Skemi një... Po për ta provonim. Më përpara të di, ke asistuar për të ndihmuar për ballokume, se është procesi pak i vështirë. Kam bërë dhe vetë. Po, për shtëpinë. Për shtëpinë, ose e raj me lugën e drurit, ose me dorë. Pra, sa anvisat e kanë me dorë dhe të dora ka temperaturën e vetë që të mbaj... Ama të grijet ajo dora, se i kam provuar edhe vetë. 20 minuta të bësh me dorë. 20 minuta. E të mesht. Më mirë merret Rash mielën me sheqerin. Merret gatshme në Elbasan. Elbasan lindja në duke shkullur. Po jo të gjithë në Elbasan e bëjnë ashtu siç duhet gatshme. Se ky është problemi pastaj tjetër që... Gjithaj bëjnë gurabije. Po. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe shumë thellësore. Se shumë njerëz marrin bllokume, provojnë atë, por nuk ka kursesi si bllokumja bërë gatshme. Po. Me sa më mend se tash traditat kanë nikur pa nga pjesa e dikurshme, se me sa më mend edhe gjalpi përpara merresh më herë më përpara. Por të gjitha një gjalpi i vjetër, do jo gjalpi i ri. Aromën ta kishte më të fortë. Aromën ta kishte më të fortë, duhet përzgjedhë gjalpi deles në mes, sepse është shumë i rëndësishëm që shumë njerëz nuk e dinë. Po. Shkrirja më pas kur bëhet, hishet ajo pjesa e shkumës që pikërisht, hishet pjesa e shkumës. Bora kush ballokumja jonë sot? Jo në Elbasanin. Nusen Elbasan. Pa që në Elbasanin. Po Igo e ka Unë i kam bërë disa herë ballokumet. Faktën vitet e fundit. Edhe ju e bëni shumë të mirë, se unë e kam provuar. Po, do me thënë, ne kam mësuar traditën nga vjera ime, dhe mënyra se si ajo e pregatiste ishte vërtet këshu, tipike, do me thënë. Shumë e mundimshme, shumë e lodhshme si procedur, por që rezultati pastaj ishte fantastik. Por kemi diskutuar shpesh, nuk është thjesht bollokumja apo pjesa e bërit revanisë, apo është kënaqësia dhe procesit, lidhjes familjare, disa traditave që ne avash po na humbin. Tani qesi është tek nxehtësia e furrës. Largo zot që të ndryshojë për shembull temperaturë ose drita të ketë në një rënje automat. U prish ballokumja. Duhet temperaturë ulët si është? Duhet temperaturë konstante. Domethënë edhe ka një kohë pjekje të caktuar me një temperaturë konstante, që është prej 160 deri 180 gradë, dhe pastaj minutat e fundit i arrit pak për t'i dhënë një ngjyrë. Ose më mirë akoma kur bëheshin përpara në furra druri që me një pjekje shumë më të mirë. Sot është e pamundur sepse nuk kemi ku. Tani para se të shkonin në byshek. Po. Ashtu. Çiko, kjo njerëz kishte bën byshek, domethënë atje do ishte kënaqësia më e madhe. Po, mirë do ishte, po bysheku nuk është ashtu siç ka qenë. S'është më. Edhe një nga gjërat që më vjen keq është pikërisht siç po thoja, janë këto traditat, këto vendet. Çdo gjë që i përket ditës verës, po mundohemi ta ruajmë, po me shumë vështirësi. Çfarë mbanit ju në trastat, paktën nga familja jote, çfarë mban mend para se të shkonin tek Rapi ose tek këto vendet? Kryesisht kanë qenë ushqime. Ushqime. Tava me vete, se është pak e rrezikshme për të pasur tava me vete, po. Tash ato me mundësitë që ishin, domethënë se pikniku ka vështirësitë e veta, por ka dhe kënaqësinë. Mbashin ushqimet me vete, çdo lloj ushqime që ishin në kohën e sezonit të verës, siç ka qenë
skuriqi ose pispilia, se më themi ndryshme, breku, do më thënë me bimët e ndryshme që bëhet, tavakosi, mishi, absolutisht, po, mishi qingjit që të shi është edhe... Kam gjithmonë shumë kurioze sa reziston një ballokum ose revani, sepse ditë e verës ikë, më ndërkohë se si është shumë e madhe. është me gjithmonë e çuditshme që ta llogarisësh që bëhet me vezë dhe mund të rezistoj deri pafund, dhe mund të rezistoj edhe 6 muaj, 1 vit, një ballokum edhe mos prishet. Wow. Unë kam provuar vetë, kam lënë një ballokum 6 muaj, forcohet patjetër që po nuk prishet. Wow. Ose interesant, është në vezë zakonisht bërti. Isha dilemi Ballokume nuk prishet. Kjo është proces teknik, nuk mund t'i themi sepse bëhet njësoj si tjerët, por besoj se uji i finit dhe duke si dhe konservanti natyral. Unë kam provuar vetë, kam bërë një provë që kam lënë mbi 2 muaj ballokumen ose revanin dhe nuk është, absolutisht nuk është prish. Sa interesant. Ku ne e mbajmë, ka rëndësi vendi ku e mbajmë. Apo mjafton që tjetë mbështjellë? Në vend të freskët tjetë mbështjellë, asë gjë më shumë. Asë nuk më shmbykur, asë nuk është prishur. Dhe është fakt shumë interesant. Pra, njerës mos i hanit gjitha për një herës, ato rezistojnë. Mund të... Ikën edhe pak shia pastaj, absolutisht që po, po të paktën për 2 javë mund të rezistojnë tamam që të kenë një të shie. Ne kam bërë provë personale, kështu që nuk më thot njëri jo po bëhet, po s'bëhet, dhe kam bërë provë, që kam lënë, ka stile që të shia se si do ishte procesi. Pedi, si është e përfshirën e brezit të rritë këto 3 dita? A vinë më këta të rinjtë e sotëm për piknishet me familjen? Shumë të vakët. Të them realisht shumë të vakët dhe më vjen realisht keq pse është kaq vakët, sepse këto janë disa festa që ne i ruajmë me fanatizëm. Dita e verës në Elbasan ne kemi qenë fanatik të ditës verës, dhe kur filloi atëherë që u përhap gjithë Shqipëria. Është një qytetet e feston më shumë. Dhe që mblidhet shumica e Shqipërisë aty. Po. Pavarësisht se është dhe Tirana, që është në qendër, patjetër që i përket edhe zonës Tiranës, sepse festohet në Tiranë kohët e fundit, do në ka vite që festohet në Tiranë. Por që Elbasani ka pas si traditë dhe ka qenë shumë fanatik këtë dita verës. Dhe më vjen shumë keq që të rinjt ose brezat në vazhdim nuk e kanë ndjekur të njëjtën traditë. Do preferoja dhe do uroja që të ndiqnin, sepse është një traditë me gjithmonë e bukur, që tregon afrimitetin pikërisht ndaj familjes, ndaj natyrës, ndaj çdo gjëje që i përket pjesës familjare. Në vetvete në base duke krijuar kaq shumë festa, vendet ndryshme që njerëzit mund të shkojnë në base humbe dhe ai interesi për ta kaluar në shtëpi dhe të tjerët zgjedhin të shkojnë në vende të ndryshme. Po tash shkojnë party për ditë verës. Bërë kaq shumë festa për ditën e verës që t'i lihet ajo rëndësia familjes apo? Po, shiko, kryesorja ditës verës është rëndësia familjes. Ndaj thash, nuk është rëndësishme vetë ballokumja si ëmbëlsirë, por është pikërisht ambienti dhe mënyra se si bëhet kur mblidhet e gjithë familja rreth ose momenti, ose procesi i bërjes, të mblidhet gjithë familje edhe ajo është më rëndësishme se vetë ëmbëlsira. E disimi në këtë pjesë të emision vetëm duke u gëlltitur, duke u kujtuar ushqim. Po ju hëngrët një pjesën e parë, sa ta mëshirshëm që janë, vetëm nga ngrënë edhe për zotin. Disa të mirë që janë. Unë mendoj që ta bëni pak publicitet gjithë, që në publicitet mos e prekni për ballokumen. Ne kemi ngrënë emision live atë. Jo, se e shoh që ka ikë gjysma njerëz, nuk e di tash nuk ka kemi ngrënë live, gjysma ndërkohë pas kamerave. Dhe ndërkohë tani do më thuash mendimin tënd shumë të sinqert si shef kuzhine, ç'mendim ke ti për bugaçen e Elbasanit? Do të thënë ka ndonjë lloj koordinimi të produkteve aty? Arritet shitjet e bugaçes për ditë verë? Jam kurioze. A ka shitje për bugaçes? Arriten? Ska se si e nisë mëngjesi Elbasanin për bugaçe. Këtë nuk mund të, shiko, si ditë verë, si ditë normale, bugaçja në Elbasan hecën, kështu që kjo është pak për sigurt. Po nuk e di, kam sjellë në studio bugaçen? Jo. Jo. Mëkat, ke bërë mëkat. Pra do vishe edhe njërë në një emision tjetër ka stile vetëm për bugaçen. Ti kohë të fundit asgjë nuk na ke sjellë në studio. Shumë e vërtetë. Se unë e verës. Ka qysh parë që e mendon, ka qysh parë Romina që e mendon, edhe... Foli ndërgjegja. Po më shetë jo. Kështu që ti fole me ndërgjegjen e tjetër që do vish... Kur e them unë, e merr për sulin teti. Herë tjetër që do vish bugaçe, qofte, ballokume. Herë tjetër do bëjmë një tavolinë të madhe, do t'i sjell të gjithë gatimet e... Se më hëngrët më platës shpirtin. Atë ta mbyllim gjithë vitin. Sot është e premte të hënën. Jo. Mjaft do abuzojmë që sot deri të shtunë të diel me ballokume, revani, gjitha këto gratimet që
që janë fantastike në Elbasan. Thash se do ma mbaj ekran për direkt do të nisë. Unë direkt për Elbasan jam të nisë, sepse nuk mund të lej qytetin Elbasanit pa vizitor, pavarësisht se kam punë, pavarësisht se jetoj në Tiranë ose që shkoj në punë në shumë vende të tjera, po nuk mund të lej ditën e verës pa vajtë në Elbasan. Qoftë dhe një vizitë e kam si detyrim shpirtëror që do shkoj një vizitë në Elbasan. E drejt. Nuk e le dot pa vajtë. Normal, e shkon gjithë Shqipëria, nuk do shkosh tishe, nga ty. Nuk është problem, por çdo vit, nuk ka pasur, edhe kur kam qenë në emigrim, mundohesha që çdo vit ta kaloja datën 14 ta kaloja në Elbasan. Pastaj kthehesha sërish në jetën normale, po datën 14 mendoj që 1 ose 2 vite të jetës time e kam lënë pa qenë. Okej, mirë, nuk po të mbaj më shumë që të nisësh direkt. Faleminderit. Ne po të ndikim nga mbrapa, futu në për rrugica. Nuk të harroj se do të më bë tavolina me gatimin e Elbasanit. Po, pa diskutim. Këtë gjë nuk do ta harroj, por nuk do e bëjmë në studio. Do i sjellim këtu të gjitha. Jam shumë dakord. Dakord, pranohet. Thuaj që mos tham që një ditë përpara edhe. Pastaj të dytën do e bëjmë me gatimin e Beratit, që do na sjellë rëmë. Bravo. Dakord. Gëzuar dhe ju, gëzuar dhe gjithë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe ju. Ikim reklama, kthehemi pas pak. Ikim.